Konfiskimet nuk janë të ralla, por as të bollshme. Në fillim të shtatorit, njësia antikontraband e doganës së Kosovës arriti të kapë një sasi të padoganuar të botoksit e fillerave, duke alarmuar për rrezikun e shëndetit. Duke marrë parasysh se këto produkte kanë kontakt drejt për drejt me trupin e njerëzit, mungesa e kontrollit adekuat dhe transporti pa rregullt i bën ato veçanërisht të rrezikshme për shëndetin e popullatës. Televizioni nga disa burime edhe brenda Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale dhe akterëve të tjerë të linjës ka mësuar se botoksi, që është produkt medicinal, importohet krejtësisht në të zezën në Kosovë, nga se asnjë kompani nuk e ka regjistruar në këtë agjenci sjelljen e këtij produkti. Këtë konfirmon edhe vet AKPPM. Sa i përket regjistrimit të produktit Botox në Republikën e Kosovës, ju informojmë se deri më tani nuk është regjistruar dhe nuk ka pasur kërkesa për regjistrim. Edhe Oda e farmacistëve e thot një gjë të tillë. Është e vërtet, të gjitha produktet me Botox, siç i themi toksinat botulinike të tipit A dhe tipit B, në të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian regjistrohen dhe kontrollohen, përveç në Republikën e Kosovës. Për këtë sekret publik dhe këtë trend të rritur që edhe jo profesionistët po e aplikojnë botoksin për çështje estetike, nuk është përgjigjur inspektorati shëndetësor përveç të atij farmaceutik. Në rastet ku është takuar produkti në fjalë, është konfiskuar nga inspektorati farmaceutik, si dhe janë marrë masa ndëshkuese konform dispozitave ligjore në fuqi. Nga ky inspektorat nuk treguan numrin e rasteve të konfiskimeve apo gjobave të shqiptuara. Shoqata për mbrojtjen e pacientëve thotë se Ministria e Shëndetësisë, siç duket, është pajtuar që kjo punë të vazhdohet kështu. Ministria është dashur të vendosë një ndalim të përgjithshëm të përdorimit të botoksit në vend, derisa të krijohet një rregullativë ligjore, e cila e garanton që secili qytetar që përdor të ketë një trajtim të sigurt. Javën e kaluar, Klan Kosova ka raportuar për vendimin e MSH-s, ku i kishte lejuar vetëm 4 profile specialistike mjekësore që të punojnë me botoks e filler, por vetëm 4 orë më vonë pas kësaj, ky digaster e kishte anuluar vendimin e parë, me arsyetimin që kjo çështje do të rregullohet përmes projektligjit për shëndetësi.